po ndodh brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri? Big Brother VIP ka ndërtuar emocion çdo ditë, por së fundmi situata me Smirit dhe Kristit ka kaluar një kufi që publikisht e ka tronditur audiencën. Debatet e tyre kanë qenë gjithmonë tensione verbale, por tani morën një kthesë shumë serioze. Si filloi përplasja? Gjithçka nisi si një debat mes dy banorëve, Mirit dhe Kristit. Gjithmonë kanë pasur diskutime të forta, ku të dy kanë mbrojtur pozicionin e tyre në lojë, por deri këtu shpesh debatit ishin vetëm tone dhe argumente të ashpra, por situata degradoi. Në momentin kur biseda u mbyll dhe Miri u largua nga skena e debatit, u dëgjua duke përdorur shprehje fyese për familjen e Kristit. Pamjet e këtij momenti u shpërndan me shpejtësi në rrjetet sociale dhe publikisht shumë djegës reaguan menjëherë. Komuniteti ka konsideruar se fjala përdorur nga Miri është mase dëmtuese dhe nuk është e tolerueshme në një ambient televiziv që pretendon etik dhe fair play. Ka shumë kërkesa që Big Brother të marrë masa disiplinore, përfshirë zarfin e zi dhe skualifikimin e Mirit nga gara, për shkak të shkeljes së rregullave dhe përdorimit të gjuhës fyese. Por çfarë po përflitet tani? Produksioni Big Brother VIP nuk ka dalë ende me një reagim zyrtar për këtë incident. Por presioni publik është rritur ditë pas dite. Shumë fanca dhe komentues kërkojnë që të vendoset një precedent i qartë për sjelljen e banorëve, në mënyrë që të mos lejohet më shkelja e etikës dhe bashkëtesës televizive. Disa shprehin zhgënjim për nivelin e gjuhës dhe besojnë se një reality show nuk duhet të tolerojë sharje të tilla. Të tjerë mendojnë se tensionet janë pjesë e lojës, por fyrje serioze si kjo duhet të ndëshkohen. Ndërkohë debati është ngjallur edhe për atë se çfarë lloj mesazhi po kalon tek publiku i gjerë. Ngjarje si kjo tregojnë se reality show si Big Brother VIP shpesh reflektojnë më shumë se lojë. Ato pasqyrojnë edhe mënyra se si njerëzit reagojnë nën presion. Kur debatet të ashpra shndërrohen në ofendime personale, audienca nuk shet thjesht dramë televizive, por edhe standarde të sjelljes që janë duke u sfiduar publikisht çdo ditë. Po ju si mendoni, cili duhet të jetë vendimi për Mirin?